Autori Liridon Mulaj vjen përpara lexuesve me romanin e tij më të ri, Net dhe mjalt, një vepër që sjell një përzierje delikate midis pasionit, dhimbjes dhe kërkimit të vetvetes. Romani flet për netët e gjata të mendimeve, mallin dhe përpjekjen për të gjetur dritën në mes të errësirës emocionale. Është një roman i shkruar mbi periudhën le të themi të fundit ose fillim viteve 2000 deri në këtë kohë të sotme të Tiranës, edhe të një realitetit, një djalë i cili punon redaktor, ka një jetë sentimentale fillimisht mirë, më pas fillon gjithë tërësnia e jashtme, gjithë problematikat e tij reflektohen tek lidhja e tij, e cila për fakt keq përfundon mjalti. Në fakt ka një element që shoqëron gjithë librin, është një kaush shpetula me mjalt, është një detaj i cili simbolizon edhe rëndësinë e gjërave të vogla në jetën tonë, por Net dhe mjalt është një titull pak metaforik më i gjerë se kaq. Shumica e librit është ngjarjet zhvillohen natën. Dhe mjalti sigurisht është një element tjetër që përfaqëson jetën e Tringës, e cila është vajza me cilën ky dashuroi në jetën e tij. Është një prezencë e saj e shkurtër, por që zgjat shumë gjatë, kështu që më lindi natyrshëm Net dhe mjalt si një lloj kundërthënie njëra tjetrës. Ky roman shënon një tjetër hap të rëndësishëm në krijimtarinë e autorit, duke e afirmuar Liridon Mulajn si një nga zërat më të ndjeshëm dhe autentik të letërsisë bashkëkohore shqiptare. Është një shkrimtar i cili flet për kohën e tij, për periudhën e tranzicionit midis dy kohëve dhe për mënyrën se si formohet identiteti vetjak dhe social në një klimë të caktuar politike dhe shoqërore. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të afrojë të rinjtë me letërsinë bashkëkohore përmes bashkëbisedimit me shkrimtarin Liridon Mulaj, njëkohësisht gjithashtu edhe të reflektojmë mbi dilemat e ndryshme, mbi humbjet, mbi dashurinë, mbi realitetin shoqëror. Me një gjuhë të ndjerë dhe stil të përpunuar, Mulaj arrin të ndërtojë një atmosferë intime, ku personazhet e tij përballen me dilema të brendshme, dashuri të ndaluara e kujtime që nuk shuajnë kurrë.